Të ndoshëm qytetarë, Kosova është në krizë. Mirë po, Kosova nuk është pa shpresë. Qytetarët e Kosovës nuk e kanë humbur shpresën edhe ditët më të vështira. Prandaj slogani ynë është stop krizës, ndrysho Kosovën. Ne garojmë me një program konkret, i cili i adreson nevojat e qytetarëve të Kosovës. Ne nuk qëndrojmë para qytetarëve të Kosovës me kërku votë për vete. Ne qëndrojmë para qytetarëve të Kosovës dhe kërkojmë votë për qytetarëve të Kosovës me ndryshu Kosovën, me përmirësu jetën e qytetarëve të Kosovës, me rritë paga, me rritë pension, me përmirësu ekonominë, me kriju kushte për bizneset, me kriju kushte më të mira në nasion, me pas banat mjaftueshme për gjithë smut në qendrat spitalore dhe qendrat klinike universitare. Ne kërkojmë votën për qytetarët e Kosovës me i kthy raportet tona në nivelin e duhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me përshpejtu integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Kundërtë, ne edhe Shqipëri do të detyrohemi, do të dojmë me pasaport se ata do të jenë vendi bejës shumë shpejt edhe këna nëzat. Nuk na duhet arrogancë, sepse për arrogancë s'kemi nevojë, po një dinamik, një gjallënima e madhe, një temperament gjithsesi na duhet. Unë jam shumë i sigurt që na ato e kemi dhe jam shumë i sigurt që do ta shtim funksion. Dhe jam shumë i sigurt që rezultati jonë do të jetë shumë më i mirë kësaj radhe se sa që ka qenë herave tjera. Po e shihni pasojat shkatruese të këtë qeverisjes, po e shihni pozitën ndërkombëtare të Kosovës, po e shihni mungesën totale të zhvillimit ekonomik, po e shihni çka është i bën komunave. 350 milion euro ja u ka marrë komunave në emër të kontratës kolektive në mënyrë të kundërligjshme. Në anën tjetër përshihni që e keq përkur buxhetin e shtetit me blej vota. Me që si lojtar nuk ka fair play. Me kësi lojtar duhet me shpenzu çdo variant për me fitu zgjedhjet dhe me largu këta njerëz që janë betorin, me largu prej pushtetit definitivisht.